Shqipëri-Serbi është një nga sfidat më të forta të muajit qershor për kuqezint, jo vetëm për kontekstin historik e tensionin që shoqëron këtë përballje, por edhe një kundërshtar që në letër në aspektin individual ka emra të mëdhenj dhe me vlera të larta në tregun evropian. Nëse do të vendosnim të ndërtonim formacionin më të shtrenjtë të mundshëm duke kombinuar lojtarët më të vlefshëm të dyja kombëtarëve, panorama është e qartë. 8 lojtarë të Serbisë dhe vetëm 3 të Shqipërisë do të përfshiheshin në një formacion miks. Kjo është një shifër domethënëse për aportin e forcave në letër, por as pak përfundimtare në fushë. Petrović i Strasburgut kushton më shumë se portierët kuqezin, ndërkohë që edhe 3 janë mbrojtësh tërësisht serbe, me nga Premier League, Serie A dhe Premier Liga ruse. Milenković në veçanti është ndër qendërmbrojtësit më të vlerësuar nga ana ekonomike, ndërkohë që edhe Pavlović i Milanit ka vlerën prej 18 milionë eurosh. Në mesfushë përzihen 2 shqiptar me 2 serb. Aslani dhe Muçi janë 2 nga lojtarët më premtues të brezit të ri kuqezi dhe me vlera të qëndrueshme në merkato. Kristian Aslani është aktualisht lojtari me vlerën më të lartë nga kombëtarja shqiptare. Nga ana tjetër, në mesfushë, Samardžić është një tjetër yll në ngjitje për Serbinë së bashku me Sasha Lukić. Ndërkohë, sulmi përfshin Armando Brojan, i cili dhe pas dëmtimit të gjatë vijon të ruaj vlerën e tij të lartë fal moshës dhe potencialit. Në krahun tjetër janë peshat e rënda të Serbisë. Vlahović, sulmuesi i Juventusit dhe një ndër më të shtrenjtët në Serie A dhe pavarësisht spehjes në sezonin e fundit, ai kushton 45 milionë euro, si edhe Mitrović, kolçënuesi më i mirë në historinë kombëtare serbe, aktualisht pjesë e Al Hilalit. Në total, ky formacion përfaqësues është pasqyrë e një raporti të qartë ekonomik mes dy kombëtarëve. Serbia ka një skuadër me vlerë të përgjithshme rreth 252 milionë euro dhe Shqipëria, nga ana tjetër, vlerësohet në rreth 107 milionë euro. Pra, Serbia kushton më shumë se 2 herë se sa Shqipëria. Megjithatë, historia e futbollit na ka mësuar se shifrat nuk janë gjithmonë vendimtare. Shqipëria Silvinjos ka ndërtuar një identitet të ri taktik bazuar jo vetëm në emrat, por në organizimin dhe një skuadër si grup. Përballë Serbisë, Shqipëria nuk do të dalë në fushë për të krahasuar vlerat e kartonëve të Transfermarkt, por për të fituar terren, moral dhe mbi të gjitha pikë.